ka qenë një proces zgjedhor demokratik. Dëshiroj ta falenderoj gjithë strukturën dhe listën e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës. E uroj fituesit lëvizjen me vendosje dhe zotin Kurti për fitore. Sigurisht Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë, nevojitet tjetër rezultat Partisë Demokratike të Kosovës, po Partia Demokratike e Kosovës ka rrit me rujt votën e vetë, me rujt elektoratin e vetë, pozita i ka edhe përgjithësi të veta, kur jenë pozit kjo dhe përgjithësi, sigurisht se unë kem prej atyne që i ko shek në mas përgjithësive, po ditë do të kemi takime me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, vendimet i marrë në kohë, të analizuara, peshura mirë, dhe sigurisht nuk bënohna me vendimore. Dhe pres që shpejt konstruon institucionet, vendet këtë institucione, mos kemë vakum institucional, vazhdojmë puna, pa se mjaftueshëm kemi pas blokada edhe mungesa, dhe se cili ta kryjmë punën e vetë, edhe partitë që kanë fituar, po edhe ne që mund t'jem në opozitë dhe do kontributin tonë mëna përgjithësive tona. Interesat në dobitë të Kosovës, Partia Demokratike jep kontributin e vetë, sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe kaluar që kemi votuar marrëveshje ndërkombëtare, gjitha ato që janë dobi dhe në interes të Kosovës e qytetarët të Kosovës, sa i përket çështjes së presidentit, unë e kom thënë që është procesi ndarë, unë pres fillimisht me konstituku vendi, me formu qeveria, me vazhdu puna dhe kur vjekua presidentit, besoj që ka mundësi me u gjetë formul qysh mu zhjith presidenti edhe mos mu bloku vendi. Pra ko, të din që zhjith kanë përfundu prambi kur buën, po nuk është që ka qenë mjaftueshme me pasë çka kanë ndodhur. Pra kur e përsëris, Partia Demokratike e Kosovës e ka rujt votën e vetë. Më thonë edhe si përqindja si numër të votave, aty do tjetë. Ndërsa sa i përket pyetjes së dytë e thash që pozita ka edhe përgjithësi dhe normalisht që mbi bazën e përgjithësive marrën edhe vendimet edhe unë nuk jam person që kur në jetën tam i kum shmong përgjithësive, domethënë edhe i kum shmong normalisht kur ka nevojë edhe me marrë vendimet e caktuara, po i marr kohë, mirë të analizuara, të shura dhe pavonisë.